Dita e sotme për Luizin e Kiarën ka qenë më shumë se aktive për arsye se mbasi kanë shkuar të xhirimet në ditën e 7 ata kanë cuar vajzën të parë lojrave mbasi kanë ikur nga parku lojrave Lunushin e kanë Elenën në shtepi të Nena dhe ndryshe nga herët e tjera si rrallë herë Luizi vendosi të marrë edhe Kiarën me vete por këtë radhë të studio muzikore e Klodian Qafokut i cili është mik i mirë me Luzin dhe Kiarën ata menjëherë kanë bërë një foto së bashku ku me pas kanë folur në një bisedë të gjatë rreth projekteve dhe kanë kompozuar disa pjesë të ndryshme duke filluar që nga krijimi i tekstit e deri te melodia e pianos e cila i ngjalli emocion Luizit dhe Kiarës ishte një melodi sa melankolike e qetë dhe e bukur ne e dimë tashme Luizi nuk na zgjenjen në asnjë projekt qoftë balad apo këngë melankolie e le me mos të flasim për ritmiket që çdo kush i kërcen nëpër klabe e i dëgjon nëpër lokale ndryshe nga sot si suport emocional e moral është Kiara e cila për Luizin është inspirim ai sa herë shen në sy merr një forcë të madhe dhe një vetbesim ku çdo gjë e bën me shumë dëshire, kjo është e gjitha për shkak të dashurisë që kanë për njëri tjetrin. Klodiani në atë moment është pozicionuar te piano ku i ka treguar koftit vijën e melodisë duke emocionuar ciftin dhe duke e bërë një këngë gjysmë të bërë për arsye se të jesh talent mund ta finalizosh një projekt për 30 minuta qoftë balad apo melankoli mjafton të kesh një inspirim pranë vetes dhe kjo i jep shtysë ta realizosh në kohë rekord. Kjo gjë ka ndodhur në shumë raste ku këngëtarë të ndryshëm kanë marrë partnerën të inspirohen për projekte të caktuara, por këto zakonisht mbeten në privatesi ne i urojmë ciftit të jenë një jetë krah njëri tjetrit dhe të lumtur me të voglën e tyre. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.